Një ditë përpara, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërmori aksionin për prishjen e ndërtimeve në rrugën Hani Hotit, Shkodër, në kuadër të vendimit të qeverisë për lirimin e hapësirave në dy anët të rrugës në një distancë 6 metër. Një pjesë e banorëve ka ndërhyrë vullnetarisht për prishjen e ndërtimeve e kryesisht të avullive. Beto Hasmuja, megjithëse ka hequr vetë rrethimin e oborrit, thekson se ky vendim i ka marrë një sipërfaqe të konsiderueshme të tokës, të cilën e ka të trashëguar. Po, vetë. Palas kanë arë me sekturin, kanë thonë 6 metra, po çfarë? Ata bizneset kanë thonë 20, bizneset e kanë prej 4 metra në vend, çfarë më thonë. Si ju duket ky vendimi? Ku i duket i mirë? Kur kuj? Ka pas hapësim për pushpamje, për më zgjuan në rrugën atëherë. Varet se ku më shkojnë. Si sa shpërën e jone. Jo në bas ligjit, po kjo prën qyshin 45. I mushuari thotë se ka të pamundur për të bërë rrethimin e ri, pasi vlera ndërtimit kushton. Kreditorën ma të këna mos. Po mrapa nuk kanë arë, si me thonë. Derën tonë edhe mund dytë, me në një 6-7 cm qa metra të hyrë, në metra. Dhejta i kushia, që banej. Da kanë rëthua atje. Një shënë aktiv, ka pasat lekun, për në pensionista, me gjigru, muzikuj marrë lek me këtë, një skandali. Me një bërë që të me, ja, gjyra me 110.000 lekun, 210. Si të dhe boni? Si të dhe boni, bela mi herë ishtohet, vinda prishibet, i të vishet. Janë të smën e presë me i, kom lanë në shë smunu. Në total janë të evidentuara afër 400 objekte në aksin Hani Hotit Shkodër dhe Shkodër Paçaramp, por rreth 350 ndërtime janë hequr vullnetarisht, ndërsa 50 janë në plan për të prishur nga IKMT në dy anë të rrugëve nacionale.